Ajo që duhet të propozoj është futja e mbikëqyrjes të zbatimit të ligjshmërisë edhe në disa institucione tjera shkencore. Pra është fjala për Institutin e Historisë dhe Institutin Albanologjik, edhe është edhe Instituti I pedagogjisë, pra ekziston padër të moshtit edhe Instituti I pedagogjisë. Ndoshta një informat kështu konsideroj që fushëveprimtaria përcaktuar këtu është mjaft gjithëpërfshirë se dëgjoj, edhe po shoh se janë përfshirë edhe specifikisht disa tema, të cilat edhe ashtu nënkuptohen si pjesë e punës së komisionit. Në bazë të praktikave të mëhershme, por edhe asaj që është kompetencë edhe e drejtë e komisionit, ne mund të kryejmë aktivitete mbikëqyrje edhe jashtë asaj që është e përcaktuar specifikisht. Kështu që propozimi im është që të mos ngarkohet më shumë fushëveprimtaria kështu si ersik, ndërsa tema tjera natyrisht se mund t'i shqyrtojmë varësisht prej nevojave. Së pari ne kem një qeveri të re, cila qeveri është mbështet në Kuvend të Kosovës, po ende nuk kem një program të qeverisë që të shohim se cili do të jetë çësia e kësaj qeverie në fushën e arsimit. Nuk po tham këtë si opozicë, se duhet të presim ministrin që të jep kontributin e tij se çka duhet të ketë në si fushë të arsimit, po ndoshta do të ishte mirë që para se të vjen programi I qeverisë në Kuvend, që mos ta kem atë ballavaçimin klasik që e kem në Kuvend të Kosovës, ta kem një takim me ministrin se çfarë mendon ai se që të integron në programin e tij të punës. Unë shoh këtu në komision që ka ish ministra, që ka deputet që janë disa mandate, që ka kryetar komunash që kanë qenë të kaluar, që ka drejtor për drejtorisë së arsimit. Dhe më merret që para se që ta kem atë shkëmbimin për si shkëmbim politik në një seancë kur do që vje programi I qeverisë, ndoshta do të ishte mirë që ta kem një lloj, si më thonë, dialogu para prag në saj kabullnet që ta dëgjojmë ne se çka ka ndërmend që të bën me fushën e arsimit. Së dyti, I kem pushtetet komunale, me që zgjedhjet lokale janë marrë vitin e kaluar, dhe kem drejtoritë e komunave të cilët e udhëhecin arsimin fillor dhe të mesëm, dhe atë parashkollore, ato përgjegjësi që I kanë komunat, dhe këta gjithashtu ta keni mandat 4 vjeçar. Dhe mua më përmendet që do të ishte mirë që të shohim se çfarë prioritete kanë drejtoritë e arsimit në gjitha komunat e Kosovës. Por unë kam një shqetësim serioz, dhe shqetësimi jam serioz është që ne si Komision për Arsim kemi një mandat dhe një detyrë më të vështirë se kushdo që deri më tash e ka mbikëqyrë arsimin si antar I Komisionit për Arsim në këto 24-25 vitet e fundit. Dhe kjo ka të bëjë me inteligjencën artificiale, me mësimin digjital, me përmbajtjen e re e cila është duke e transformuar dijen më shumë se sa ka ndodhur ndryshimi I dijes jo në këto 30 vitet e fundit, po ndoshta në këto 300 vitet e fundit. Edhe unë si dikush I cili e përcjell gjatë këtë sektor, nuk e di se cili do të jetë impakti, ndikimi në përmbajtje, në metodologji, në mësimdhënie, në krijimin e identiteteve të rive të tanë, inteligjencë artificiale, shkolla digjitale, përmbajtjet e reja të cilat ofrohen, është një debat I madh, është një revolucion I madh, si më thonë, në fushën e dijes, ndoshta pas zbulimit të shkrimit dhe të librit dhe të internetit para 30 vjetë, është njëra prej fushave më të rëndësishme. Një prej çështjeve që mendoj që do të ishte e rëndësishme që të përmendet në këtë fushëveprimtari është pak a shumë në bazë të këtyre pikave, është edhe funksionalizimi I Këshillit Shtetëror të Arsimit Parauniversitar. Sipas ligjit të arsimit ne vetë se kemi të parapar, por besa kam unë informacion, nuk është që është funksionalizuar më herët. Kështu që besoj shumë e rëndësishme në kuadër të ekspertëve që ata të kemi vazhdimisht pjesë të komisionit edhe do të na ndihmojnë në krijimin e politikave të duhura për sistemin tonë të arsimit. Hvala predsjednice, poštovane kolege, želim da izrazim neslaganje sa predlogom da u
delokrugu komisije bude i nadzor nad visokim obrazovanjem na severu. Smatram da je to pitanje dijaloga i to je jedna od nadležnosti buduće zajednice srpskih opština, tako da mislim da mi ne bi trebalo time da se bavimo i to je naš stav. Hvala. Kështu, unë e kam analizu fush veprimtarinë e komisionit edhe kam disa sugjerime. E para që ne të shtojmë, do me thënë, arsimin fillor dhe parafillor, për kundër faktit që ajo mbulohet nga komunat, ne si komision do duhej që çdo reformë ose çdo kërkesë që kemi edhe ndaj ekzekutivit të kemi edhe ndërlidhshmëri dhe të njohim edhe problemet që janë në nivelin e arsimit fillor dhe parafillor, posaçërisht kur bëjmë fjalë që ligjet do të jenë të implementuara në nivelet komunale. Gjithsesi, fjala universitet mungon kur flasim për arsimin e lartë, propozoj që të përmendet, edhe pse mund të jetë nënkuptueshme, ne duhet ta rrisim mbikëqyrjen tonë ndaj fush veprimtarisë dhe vendimeve që i marrin universitetet. Po ashtu është e rëndësishme që temat si agenda evropiane dhe harmonizimi i synimeve tona me agendën evropiane të jetë diçka prioritare dhe ne si komision të ushtrojmë në një farë forme një presion ndaj institucioneve tona që trendet evropiane, duke përfshirë këtu dhe temat si digitalizimi e aplikimi i mësimit tërditor, po edhe implementimi i kurikulave që do të jetë ndoshta edhe temë diskutimi këtu, të jenë një shtys ose të bëhemi si një lloj motori i kërkesës së llogaritdhënies ndaj institucioneve tona për implementim dhe imponim të këtyre temave. Duke marrë parasysh që e përmenda kurikulën, është tepër e rëndësishme që si komision të marrim edhe përditësime dhe plane konkrete, se çka synohet me kurikulën me që po i hapim një lloj të një teme shumë të rëndësishme, përderisa e shohim që shkollat tona kanë orar të shkurtër e ne është mirë që hartimin e kurikulave të mos e bëjmë për shkollat që kanë mësim tërditor, se nëse nuk e shtyjmë mësimin tërditor për një orar të zgjatur, kurikulat zakonisht janë libra të ngarkuara, apo prodhojmë materiale më shumë se sa orar shkolle. E për gjitha këto, ndoshta është e mirë që ky komision të jetë edhe forum diskutimesh edhe për shtyrje të disa prioriteteve, ashtu siç u përmend edhe puna e digitalizimit dhe agendës evropiane. Këtë kornizë që kemi në letër, po më përmendet që me kalimin e kohës mund të sugjerojmë se çka duhet bëjmë gjatë këtyre 4 viteve si antar të këtij komisioni. Po çka unë kisha pas dëshirë që ta kem të shkruar në letër është që ta kem një takim sa më herët me komisionin homolog në Shqipëri, në Tiranë, me qëllim që të shohim se cilat janë pritjet e tyre dhe cilat janë pritjet tona, që gjatë marsit do të ishte mirë se vinë ata në Prishtinë, ta kem një dialog pak më të plot, më të gjerë, se si e shohin çështjen e arsimit në çdo nivel dhe si e shohin çështjen e shkencës që ngriti profesori në çdo nivel. Më përmendet që ja vlen që ta kemi një dialog të tillë. Së dyti, duhet të shohim në Parlamentin Evropian ndonjë koleg homolog i cili edhe mund të na reflekton para se cilat janë debatet e fundit në Bashkimin Evropian sa i takon reformës në sistemin arsimor, se fjala reformë është një proces i përhershëm, por edhe pritjet që i ka Bashkimi Evropian në fushën e integrimit dhe punë cilat duhet të bëjmë ne si Kosovë. Së treti, ky komision ka drejt çdo institucion të arsimit lartë ta mbikëqyrë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Universiteti Nevrite Mitrovicës ka dalë si rezultat i procesit të atisarit në Vjenë, nuk ka të bëjë fare me dialog, është pjesë e sistemit tonë arsimor, dhe unë si deputet i Kuvendit të Kosovës mund ta monitoroj edhe ta mbikëqyrë çdo institucion i cili është brenda territorit të një shtetit sovran. Nuk dua që të polemizoj, por nuk e shoh që temat e arsimit edhe të dijes duhet të jenë temat të një debati të një politike ditore, se në fund të ditës gjithë janë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe ne po bëjmë përpjekje që ta nxojmë hapin e kohës me të tjerët.
Unë po propozoj që ta hedhim në votim miratimin e fushëveprimtarisë së komisionit. Kush është për? Kush është kundër? Atëherë me shumicë të votave miratohet miratohet në fakt fushëveprimtaria e punës së komisionit, e lutem administratën që të njëjtën ta përcjell te kryesia e kuvendit.